imazhi gazetarëve, ti e di dhe vetë Donora, ka qenë shumë e lartë. Dikur po e tregoj si Barsalet në fund, kur më pyestin se çfarë pune bëja, nuk e thosha gazetare, po e thosha mësuese, sepse më vinte pak, nuk doja të vihesha në qendër të vëmendjes se të gjithë kthenin kokat, se kishte një lloj respekti, një lloj imazhi gazetari. Sot është për tokë. Jam gjendur në disa situata shumë të vështira, duke folur me një gjuhë shumë arrogante për gazetarët, duke parë si median si kazan, siç jemi etiketuar, dhe jemi vënë shpesh. Ka funksionuar kjo strategji e politikës për të na delegjitimizuar. Është denigruar, mund të them. Dhe mendoj se edhe shoqëria duhet ta shohë gazetarin dhe punonjësin e medias si një aleat, sepse gazetari, punonjësi i medias është aty për interesin publik, mendoj. Detyra kryesore është mbrojtja e interesit publik dhe jo si një armik. Pra, se ka rënë, thash, imazhi jashtëmase shumë i gazetarëve përpiqen të rrisin përfitimet e tyre, mashtrojnë shumë akuza të tmerrshme që nuk kanë qenë më përpara. Pavarësisht se ka pas probleme shumë të mëdha, media, ka pas gazetarë që kanë punuar 20 vite dhe nuk kanë rezultuar në sistem. Domethënë dhe sot nuk arrin do të marrin pensionin, po theme, ata në vitet e para të demokracisë. Por sot imazhi i gazetarëve, punonjësve të medias është më i sulmuar dhe më i denigruar se kurrë. Dhe ta vlerësojmë figurën e gazetarit, pavarësisht se nuk është VIP, nuk është një, po themi, s'ka lidhje me famën gazetari. E shohim pak, domethënë, e shohim pak lidhur her pas here, por duhet të vlerësuar se nuk flasim vetëm për ata 10 gazetarë apo 20 apo 100 që dalin në ekran. Flasim për gjithë gazetarët dhe punonjësit e medias që janë pas kujtave, operator, montazhier, që të gjithë, domethënë, dhe duhet të kenë të gëzojnë respektin e tyre. Mendoj se meritojnë respektin edhe të publikut.